I dashur kryeministër Edi Rama, i dashur ministër, i dashur Thomas, sot mbyllëm, siç dëgjuam, 3 kapitujt e parë me Shqipërinë. Është një moment i madh për Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Është një super e martë për zgjerimin dhe Shqipëria është pjesë e saj. I mbyllëm kapitujt për kërkimin shkencor, për arsimin, kulturën dhe po kështu dhe marrëdhëniet e jashtme. 3 përfunduan, kanë mbetur edhe 30 të tjerë. Këto janë fusha ku Shqipëria është tashmë pjesë e familjes evropiane. Praktikisht Shqipëria ka qenë në përputhje të plotë me politikën e jashtme të BE-s për shumë vite tashmë. Të universitetet shqiptare janë pjesë e rrjetit të kërkimit të inovacionit evropian. Vendet që marrin pjesë në Horizon Europe dhe më shumë se sa 50.000 studentë shqiptar kanë marrë pjesë në Erasmus Plus, që shpreh se programi nisi në 2014. Përgëzime të gjithë miqve tanë shqiptar për punën e tyre dhe për këtë arritje. Kjo u bë mundur sepse Shqipëria ka përmbushur piketat e ndërmjetme për sundimin e ligjit muajin e kaluar. Piketat e ndërmjetme janë një portë hyrëse që çdo vend kandidat duhet ta kalojë përpara se sa të nisë të mbyll kapitujt e negociatave. Por më lejoni të jem e qartë që ky është një hap i ndërmjetëm që do të thotë se reformat në këtë fushë duhet të vazhdojnë të thellohen. Lidhja midis progresit në antarësim dhe përputhshmërinë me kapitujt thelbësore do të jetë parimi udhëzues, ndërkohë që Shqipëria ecën përpara drejt objektivit të saj ambicioz për të mbyllur të gjithë kapitujt e negociatave deri në fund të vitit 2027. Për këtë ne inkurajojmë që të vazhdohet progresi në sundimin e ligjit dhe të drejtat themelore, në sistemin e drejtësisë, antikorrupsionin dhe luftën kundër krimit organizuar. Japse tashmë ne mbështetemi te Shqipëria për të vazhduar e këmbgulur për reforma thelbësore dhe të marrë këto vendime në mënyrë transparente, gjithëpërfshirëse, dhe kjo duhet përfshirë gjitha forcat politike, shoqërinë civile dhe publikun e përgjithshëm. Dhe duke folur për publikun e përgjithshëm, kemi rezultatet e reja të sondazhit ton të perceptimit. Në Shqipëri 92% të qytetarëve janë në favor të antarësimit të Shqipërisë në BE. 94% të qytetarëve mendojnë se antarësimi do të sjellë më shumë avantazhe e dizavantazhe dhe 93% i besojnë Bashkimit Evropian, rezultati më i mirë nga gjitha vendet kandidate. Reformat që i shërbejnë Shqipërisë mund të kenë sukses vetëm nëse të gjitha ata që janë të prekur kanë shansin të dëgjohen dhe të përfshihen. Dhe kështu antarësimi në BE shndrohet në proces transformues për kandidatët. Udhëheqja politike dhe mbështetja publike në favor të antarësimit në BE janë përtej dyshimit një recetë shumë e fortë për sukses. Është duar tuaja që jepin rezultate për pritshmëritë e qytetarëve shqiptar, duke intensifikuar harmonizimin me rregullat e BE-s dhe duke dhënë rezultate në reformat që kanë më shumë rëndësi për ta. Unë do të jem krahjues deri në fund të mandatit tim dhe Tomasi do të jetë krahjues deri në fund të këtij viti.